Ministri Financave i Greqisë, Kyriakos Pierakakis, u emërua në krye të Eurogrupit, organit që ndihmon në formosimin e politikave të eurozonës. Kjo nënvizon kthesën e vendit pas viteve të krizës kur ishte pranë daljes nga monedha përbashkët. Pierakakis la pas kandidaten rivale belge për të bërë presidenti i Asamblesë së Ministrave të Financave në krye të 20 vendeve që përdorin euron. Greqia u shpëtua financiarisht 3 herë mes viteve 2010 dhe 2015 nga qeveritë e eurozonës për të shmangur kolapsin ekonomik pas viteve të uamarrjes së tepër dhe shpenzimeve të mëdha. Vendi tani ka rritje të qëndrueshme ekonomike mbi 2%, normat më të larta të investimeve në eurozonë, suficit buxhetor dhe borxh publik, që megjithëse ende më i larti në Europë, është kurrur me ritme të shpejta prej vitesh. Ky votim është një moment i rëndësishëm simbolik për Greqinë dhe eurozonën. Të gjithë e kujtojmë krizën e thellë financiare që Greqia përjetoi dhe madje u vu në dyshim edhe antarësimi i saj i vazhdueshëm në eurozonë, deklaroi Komisioneri Evropian për Ekonominë Valdis Dombrovskis. Tani shohim një kthesë të jashtëzakonshme me Greqinë mes ekonomive më të suksesshme të eurozonës, me suficit fiskal dhe tani me një ministër grek financesh në krye të Eurogrupit, shtoi ai. Eurogrupi mbledh ministrat e financave të 20 vendeve që ndajnë monedhën e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe takohen një herë në muaj përpara bisedimeve më të gjera formale të 27 ministrave të financave të bllokut. Kyriakos Pierakakis u bë ministër i financave i Greqisë më herët këtë vit, në rolin e tij të mëparshëm si ministër i qeverisjes digjitale në qeverinë e Kyriakos Mitsotakis gjatë viteve 2019-2023, ai udhëhoqi procesin e digitalizimit teksa vendi dilte nga kriza e borxhit 2009-2018. Pierakakis do të marrë detyrën më 12 dhjetor dhe do të shërbejë për një mandat 2 vjet e gjysmë.